Shikuesit televizionit Skan, mirëmbrëma, mirë se vini në Kandidati. Ai është doktor i shkencave mjekësore, ushtron profesionin prej vitesh si obstetër ginekolog dhe tashmë kandidaton për deputet. Kam kënaqësinë të prezantoj zotin Ivirt Shkreti, kandidat i koalicionit Djathtas për Zhvillim Qarku Durrës. Mirë se erdhësh, kënaqësi. Përshëndetje, ju falenderoj. Është një kënaqësi e madhe që jam me ju në studio. Si do ta përshkruanit veten për dikë që nuk të njeh fare, zëre se nuk të njeh fare, dhe pse jam e bindur se shumë të njohin për shkak të profesionit? Atëherë një mjek që kandidon është një deri dje, do thonë pacientët vinin tek ty. Tani mjeku shkon të kërkojë tek pacienti. Ti shkon tek pacienti. Je lindur dhe rritur në Durrës. Si të ka ndikuar fëmijëria jote në atë që je sot? Çfarë mban mend diçka që të ka ndikuar në formimin tënd? Atëherë, tipari im kryesor është tipari sportiv, normalisht e ndërthuar dhe me një traditë familjare mjekësore. Ajo që më bën përshtypje është se ndërthuja e këtyre dyeve sot më ka sjellë një karakter tepër të fortë. Në një vend me det, diell, çfarë i mungon Durrësit? Asgjë nuk i mungon Durrësit. Histori, ka ndikuar kjo në karakterin tënd dhe në përballimin e sfidave që të ka sjellë jeta? Tani, optimizmi ose koha e bukur thojnë duke që në mëngjes, që kur hap dritarë dhe shef normalisht det dhe diell, domethënë optimizmi jot është në maksimum. Obstetër ginekolog, doktor i shkencave mjekësore, si e ke zgjedhur këtë profesion, se jam shumë kurioze. Nuk kam pasur ndonjëherë të intervistuar në këtë profesion. Zakonisht do thonë ku më prezantojnë si obstetër ginekolog dhe po të shohësh tiparet e mia thonë si ka mundësi, do thonë që ke zgjedhur këtë profesion. Është një profesion që është më shumë traditë familjare nga babai im që edhe ai është ginekolog dhe me kënaqësi më të madhe mendoj që kam bërë zgjedhjen e dur. Po ti edhe maman e ke mjeke? Nënën e kam pediatre, ka qenë shefe e pediatrisë Durrësit, tashmë është gati një vit në pension. Po pse ginekolog dhe jo pediatër për shembull? Sepse mendoj që normalisht obstetri ginekologjia do thonë është më shumë një profesion burrëror që ka të bëjë, do thonë duhet një forcë burrërore që më bëj që të zgjidhja këtë profesion. Më bë përshtypje një profesion burrëror që merret me gratë, më duket pak më shumë profesion. Ndoshta raporti mashkull-femër mendoj do thonë që është më shumë i afërt se sa raporti femër-femër. Ashtu? Do me thënë? Në anën profesionale. Ka një perceptim që thonë që ginekologët kirurg janë më të aftë, më adapt në fushën e tyre, pra meshkujt, se sa gratë në këtë profesion. Si qëndron për ty, është e vërtet apo jo? Jo, mendoj që nuk është e vërtet, gjithsesi do thonë duhet përgëzuar roli i kolegës grua në profesion, por mashkull nga vetë tiparet burrëror do thonë fizikisht mban më shumë. Kjo ndoshta është një perceptim që ne themi që meshkujt ginekologë janë më të mirë, por mendimi im nuk është i tillë. Nuk është i tillë. E keni bërë shkollën në Rusi? Në Moskë? Po, specializimin e kam kryer në Moskë, në një nga universitetet më të mira të Moskës. Pastaj kam ndjekur studimet pas universitare dhe jam PhD, jam kandidat i shkencave mjekësore në Moskë. Ke ushtruar të profesion të atje? Po, atje kam punuar 4 vite në një nga spitalet zviceriane të Moskës dhe në kohën e pandemisë jam rikthyer përsëri në Shqipëri. A jeti zvicerian në këtë profesion? Pra le të themi me ato i ngurtë dhe i ftohtë? Ndoshta do thoja jam më shumë karakter i ftohtë rus dhe strikt se sa një zvicerian. Fikse, se nuk po gjia fiks termin për zvicerianët. Po, të bën më të mirë kjo në këtë profesion? Mendoj që më jep më shumë forcë tek vetja për ta perceptuar ato momentet e vështira që ne hasim gjatë operacioneve. Sa e vështirë është puna me gratë? Jeta jote është e lidhur me gratë. Jeta jote profesionale, por edhe personale, po flasim për profesionalen. Do nuk do është e lidhur me gratë. Atëherë, të kuptosh një grua, do thonë është infiniti që të ndjek. Të kuptosh një grua paciente, ndoshta ka akoma për te infinitit. Është shumë e vështirë të punosh dhe të kuptosh një grua. Sa i arrini ju?
Mendoj që arrim të përsetojmë deri në pragun që ne ndjekim pacienten deri në konceptin e Leonis. Pastaj goja ka shumë për të kuptuar. Sa e vështirë është të kesh në dorë një jetë të re? Pra, ju jeni mekanizmi që ne përdorim për të sjellë një jetë të re. Çfarë ndjesie të krijon? Sa e vështirë është? A përfshiheni ju emocionalisht në këtë proces? Apo e keni thjesht si një punë mekanike, robotike, si çdo punë tjetër? Jam shumë kurioze për këtë. Është një pyetje shumë e bukur dhe ndoshta është momenti për të diskutuar. Unë para pak kohësh jam bërë dhe me një vajzë. Me jetë gjatë. Faleminderit, shtatzaninë e kam ndjekur vetë nga fillimi deri në fund dhe e kam përfunduar vetë. Dhe më e bukur ishte se gjatë operacionit me kolegët e mi, ata nuk dinin asgjë që ky fëmijë ishte fëmia im. Dhe në fund të operacionit i them, doktoresha, ky fëmijë është fëmia im. Dhe më thotë, si ka mundësi që ti ke marrë të gjithë emocionet për brenda, i ke marrë gjithë emocionet vetë. Si a dole, se në fakt nuk këshillohet që një kirurg apo mjek të jetë prezent në një ndërhyrje ku bëhet fjalë për një të afërmin e tij? Mendoj që normalisht çdo njeri dhe çdo burr duhet marrë përsipër përgjegjësitë për një ndjekje shtatzanie. Pra, kur ke qenë i ftohtë në pritjen e vajzës tënde, i bie që je po kaq i ftohtë dhe i papërfshirë emocionalisht në raste të tjera. Dhe kjo të bën edhe më apo jo? Jo, nuk kam qenë i ftohtë, thjesht kam qenë profesionist, duke shfrenuar ato emocionet pozitive që kisha për brenda. Isha profesionist në fushë operatore. Si ka ndikuar ky profesion tek ty? Të ka bërë ta shohësh botën ndryshe, më me ngjyra, kur je aty çdo ditë ku lind jeta, ndoshta ke një perceptim tjetër për botën. Shumë e drejtë, bota shihet ndryshe, jemi të vetmit mjek, mendoj që kemi të bëjmë me dy. Të gjithë kanë të bëjmë me një, ne kemi të bëjmë me, nëse do t'i quajmë pacient. Sepse lindja është një proces fiziologjik, nuk hyn në sëmundje, po ne kemi të bëjmë edhe në nënën edhe me bebe. Dhe normalisht në momentin që ti e përfundon dhe arrin triumfin, ti ndihesh dy herë krenar. A ka një jetë mjekët? Pra, pyetja është ne pretendojmë që ju t'jeni 24/7 të disponueshëm në telefon. Ju, a jeni të tillë? Pra, a ju kufizon kjo në jetën tuaj? Shumë e drejtë, ne jemi 24/7, jemi gjithmonë, sepse tani kanë dalë edhe mediat të ndryshme si WhatsApp-i dhe ne duhet të përgjigjemi në çdo moment pacientit për të qenë ai mjeku i devotshëm në Shqipëri. Kurse në Rusi ishte ndryshe, do thonë nuk ishte raport të drejtë për drejtë pacient-doktor. Kufizon kjo në jetën tënde? Thot ndonjëherë bashkëshortja që shiko, hej, kemi ikur me pushime, fikë telefonin, por ti në fakt nga pikpamja profesionale nuk e bën dot se ke disa paciente që i ndjek gjatë rrugtimit të tyre të shtatzanisë. Edhe bashkëshortën e kam në fushën e mjekësisë, është një farmaciste, kështu që kemi arritur atë mirëkuptimin e plot me njëri tjetrin. Deri tani nuk kemi pasur mosmarrëveshje të tilla. Gjë e mirë. Dhe çfarë sjell një mjek në politikë? Çfarë të bëri ty të kandidoje në këtë zgjedhje me një profesion shumë të mirë, shumë të nderuar, të paguar, me pacientët e tu, pse politikën? Atëherë kjo ishte një iniciativë ime, më shumë iniciativë familjare, sepse normalisht drejtuesi i siglës Djathtas për Zhvillim, zoti Dashamir Shehi, e falenderoj. Është një njeri me një familjar joni, dhe më bëri këtë propozimin. Në fillim u mendova 2 herë, sepse normalisht puna që unë kam, do thonë, nuk më lejon që unë ti përkushtohem edhe politikës. Por përse jo mendova, nëse nuk do ta bëjmë ne, që e mendojmë ndryshe, kush do ta bëj? Sepse po këto, atëherë një mendim ndryshe, një energji pozitive, ndoshta nesër pas nesër të na çojë në një zgjidhje të plotë të këtij lloji mendoj kaosi që na është shkaktuar në shoqërinë tonë. Nëse zgjidhesh për një mandat në parlament, do hiqe dorë nga profesioni për atë kohë që do jesh deputet, apo do ta ushtroje paralelisht? Kjo është një pyetje që normalisht këtu hyn dhe emocionet dhe investimi i jetës time, se normalisht kam investuar shumë për të arritur këtu ku jam sot, por pse jo ta ndërthuaja normalisht politikën me profesionin tim. Do ishte një përfundim shumë i bukur, mendoj. Do ishte burë në fakt, do të kishe gjitha kolegët në parlament
paciente? Ja, ndoshta do t'i kuptoja më mirë. Do t'i kuptoja më mirë. Sidomos atë periudhën e vështirë që ato kalojnë. Si është hormonale. një mjek ginekolog politikën sot? Çfarë i mungon e saj? Unë mendoj që i mungon ai drejtimi, ai mendimi drejt për drejt që normalisht nuk duhet transmetohet si gjithë turma, por të jipet ajo që shija mbi tort. Pra ka nevojë për më shumë. Ka nevojë për atë esencën dhe mendimin ndryshe që nesër pas nesër do të thonë kjo lloj rryme ose do të thonë njerëz që kanë mendim ndryshe të bëjnë diçka ndryshe. Nëse do të ishit para një vendimi ku duhet të zgjidhnit, të ndërtonit një maternitet, apo të rikonstruktonit një të tillë, apo një projekt tjetër me rëndësi kombëtare, pra po aq i rëndësishëm, por që nuk është në fushën ku ju operoni, çfarë do zgjidhnit ju? Çfarë ka më shumë nevojë sot Durrësi? Atëherë si një qytetar i Durrësit dhe se 6 vite kam hasur me kauza të ndryshme, probleme të ndryshme dhe i kam ngritur me mirëkuptimin për t'i zgjidhur sot e kësaj dite do thonë në Durrës, sepse në Durrës jetojmë dhe në Durrës përballemi me kauzat, nuk kemi gjetur zgjidhje, mendoj që ndërtimi i një materniteti do të ishte parsor për momentin që unë kandidoj. Si e shihni Durrësin pas 10 vitesh të qytet? Çfarë duhet ndryshojë në të, si e parashikoni? Atëherë Durrësi ka shumë kauza, Durrësi ka shumë probleme. Në qytetarët e Durrësit po hasen me probleme nga më të ndryshme që unë nuk dua t'i hy në këtë momente sepse pak a shumë do thonë çdo qytetar e din. Por e rëndësishme është që ato të kenë një përkrahje, të gjenë një zgjidhje, ndoshta tek unë, te dikush tjetër që ato mendojnë dhe nesër pas nesër Durrësi të lulëzojë siç ka qenë më përpara, që ka qenë porti kryesor dhe qyteti kryesor i biznesit në Shqipëri. Ju si e shihni veten, si një politikan tradicional apo si një frymë e re në politikë që duhet të bëjë atë ndryshimin rrënjësor të politikës së vjetër shqiptare? Unë mendoj do thonë që ne edhe duhet i falenderojmë do thonë politikanët e vjetër sepse normalisht ato kanë investuar, mirë keq kanë investuar në këtë lloj shoqëri. Por ashtu siç thash edhe mendimin ndryshe duke u ndërthuar politikani i vjetër, ndoshta me politikanin e ri do ketë më shumë rezultate. Me çfarë të donit që t'ju identifikoni nesër qytetarët e Durrësit, nëse nuk do ishit në politikë? Ose do ishit për një farë kohe në të, pra le të themi 4 vjet në këtë legjislaturë dhe nuk do ishit më. Çfarë do doni të mbani mend nga ty? Atëherë jeta ime edhe mbas zgjedhjeve të 11 majit do të vazhdojë dhe përsëri do mbetem ai Ivi, ai doktor Ivi që puna dhe familja ime do thonë më kanë sjellë këtu dhe do të vazhdojmë përsëri të jetojmë dhe të punojmë. Duke i shërbyer sa lloj shoqërie. Ku mendon që do kesh votuesit e ty kryesor? Nënat, familjet e reja që janë ndjekur nga ty, apo dhe gjyshrit që kanë marrë kënaqësinë që janë bërë me nipër dhe mbesa? Unë mendoj që do kemë të gjithë qytetarët e Durrësit, edhe ato që normalisht kanë qenë pacientë e mi, janë pacientë e mi, janë shokët e mi, kanë mendimin ndryshe, sepse në 11 maj ndoshta do reflektojnë që më mirë të votojmë dikë që ne e njohim, e dim si shërben dhe normalisht edhe nesër pas nesër do dim si do punoj. Pse duhet ta votojnë qytetarët e Durrësit doktor Ivin, për cilat cilësi kryesore? Sepse doktor Ivi nuk do ndryshojë, do jetë ai doktor Ivi që normalisht ka lindur në Durrës, nga një familje mjekësh, i kanë shërbyer qytetarëve të Durrësit dhe doktor Ivi do vazhdojë të shërbejë si po të jetë politikan, ashtu po të jetë edhe mjek. Dhe ndërkohë ka dhe një avantazh, se telefonin e ka të hapur 24 në 7. Nuk e ka mbyllur asnjëherë. Dhe do vazhdoj ta ketë të hapur po ashtu. Shumë e drejtë. Edhe për ata që të kanë votuar, jo vetëm për pacientët. Shumë e drejtë. Si ishe shanset e kësaj gare në siglën që je? Unë mendoj që në Durrës të nxjerrin një kandidat. Do jesh ti? Ndoshta. Çfarë përfiton parlamenti nga një kandidaturë si të? Përfiton një obstet ginekolog, pavarësisht se ka pasur, është i nderuar profesor Alim Kosova, ndoshta unë do jemi dyti. Dhe kjo do sjellë shumë ndryshim, kam përshtypjen edhe në mënyrën se si bëhen politikat për shëndetësinë, po për shëndetin e grave dhe të fëmijëve në këtë vend që pak ka shumë nevojë për ndryshuar. Shumë e drejtë, gratë dhe nënat e reja kanë nevojë të përfaqësohen. Dhe ndoshta do gjejnë një përkrahje tek një obstet ginekolog në parlament. Falenderoj shumë për intervistën. Ju falenderoj juve, falenderoj edhe stafit.